dënoi me forcën më të madhe këtë qëndrim, i cili de facto, me shpejtësi të rrufeshme, po izolon Shqipërinë. Janë në 4 mbledhje të Këshillit të ambasadorëve dhe zyrtarëve të lartë në Bruksel, në të cilat raporti për standardet dhe luftën kundër korrupsionit i Shqipërisë mbetet në klasë për shkak të Lubi Ballukut dhe të Akshit si kopshti privat i Edi Ramës. Këto janë vetëm hapat ose masat ndëshkimore fillestare. Masat të tjera ndëshkimore ndaj Shqipërisë do të vinë, dhe që të gjitha për faktin se Edi Rama dëshmoj se kur është puna për vjedhjet e tij, korrupsionin e tij dhe të lidhur me të dhe të familjarëve të tij, ai nuk t'i jep ligj, kushtetut, as dhe rregull. Ndaj dhe me këtë rast ju bëj thirrje qytetarëve shqiptar me datën 17 prill, është dita e tyre, është ora e tyre, të mlidhemi në Tiranë në kryegritjen më të fuqishme paqësore për të treguar vendin këtij regjimi anti-shqiptar, këtij regjimi që po vjedh shqiptarët sa asnjë qeveri tjetër në histori.